Mirëmëngjesi, shikues të nderuar. Shpresoj dhe uroj që po shihoni këtë kohë ditë të bukura, qoftë nëse jeni në Kosovë ose në diasporë. Këtu kemi një javë ditë që tamam jemi në verë, domethënë ku është për misu, ka fillu me ngrot dielli. Ishte pak kogja surprizë sepse ishte nga temperaturat e ulta në temperatura me njerë të larta, kështu në udasht pak një farë kohë mu përmisu. Me qenë që po kaloj sot fundë krye segmentit këtu të rrugës që po punohet, thash pse jo t'ja bëj një video për ditësim. Edhe ta shikoni punimet sa ka nesë. Të segmenti tret këtu, që punohet malit, ka disa lëvizje, ka pak makineri që nga gërmojnë dhe punojnë atje. Pastaj aksioni vërtet është këtu në tek segmenti Lika Trade dhe Lika Kompani. Këtu janë dy cisternat të cilat po uisin non-stop këtë pjesë. Por nga që janë temperaturat e larta, është kogja vështirë që të eliminohet i gjithë pluhuri. Duhet kemi edhe kujdes në këto momente se shikojnë vetura që shikoni që bëjnë edhe kjo me tablat Vienës. Bravo! Gut gemacht! Thjesht e shfrytëzojnë këtë pjesë të trafikut që është pa shenja, pa limite, pa kur gjo me bu ekzibicione të tilla. Tani këtu rruga ka marrë formën, në kuptimin që shumë shpejt po pritet asfalti, janë thjesht disa detaje që kanë ngelur në këtë pjesë. Tje për shembull këtë anën e djathtë kemi mbush me ran. Kemi vazhdu me mbush me ran që shikoni ka vazhdu mu presu mu po se shihet një dallimi. Edhe tani është vetëm ndoshta për rreth 10 ditë, ndoshta nga data 25 qershor, këtu do filloj me asfalt. Besoj do t'jenë këtu korsit që jemi tani, do më thënë në këtë rastin ton i pinë korsit majtas, do më thënë kjo pjesa ku jemi të ecni do asfaltohet e para. Këtu do t'jenë 3 shërita, 2 do t'jenë për qarkullim, 1 do t'jetë rezervë. Kuptohet, ai që do t'jetë rezervë nuk do t'jetë në gjërsinë ati që është në autostradën Ibrahim Rugova dhe Arber Xhaferi. Do t'jetë pak me i mushtë, besoj, për shkak të sepse kjo nuk është një autostradë tipi të mbyllur. Kjo është një rrugë interurbane ose rrugë nacionale e zgjeruar me 4 korsi. Faktikisht tani që po e shoh cisternën që po lag anën e djathtë, më sa duket tani duhen me deviju trafikun djathtas, prandaj
herën tjetër ku të kalojnë këtej do t'jetë trafiku në atë anë, në anën e djathtë, sepse do ketë ca punime të vogla këtej në anën e majt ku jemi ne. Edhe pastaj do të shtrohet shtresa e fundit e zhavorit. Zhavori 0,31 quhet. Si të shtrohet 0,31, nuk ka më shtres tjetër zhavori, është vetëm asfalti. Edhe ai shtrohet, presohet në mënyrë të jashtëzakonshme, lagët ndërkohë që presohet, madje edhe kur shtrohet duhet të jetë i lagur. Shtrohet me makinerinë e asfaltit. Edhe pasi të shtrohet me ai me makinerinë e asfaltit, atëherë fillon shtrimi i asfaltit. Ja, shikoni makineritë që janë të i punu tani të gjitha në anën e djathtë. Sepse kjo pjesë e zhavorit që ju shikoni, shtru para këto 2 ditë. Po shtru, me qenë që unë kam punu jo me shliper, po kam punu me një kamion 4-aks të ditë, edhe unë kam marrë pjesë, kam hedhë material aty. Ja, veshin të i përgadit shenjat që ta devijojnë trafikun në anën e djathtë. Edhe këtu punë, dhe më thënë, data 20 dhe me data 25, ne do shpërndajmë asfalt. Nuk e dini se i dëgjoni vibracionet e kësaj makinerisë, arrini ti dëgjoni? Është njëri prej shefave aty, më përshëndeten. Është Hysen Lika, Recep Gashi edhe Armend Bageristi. Armendit nuk ja dim mbi emrin. Kërkoj falje Armend. Është nga Drenica. I Brojës, do të po i Brojës. I Burojës, faktikisht. Kjo pjesa këtu si grop që është asfalti që është hek para 10 dite, monument që kom bo një video që kena hek. Tani do shtrohet shtresa e 150 që quhet zhavari trash, mito 60, pastaj është 0,31. Ura, ndërkohë shikoni, janë diku rreth 15 punëtor atje, 10 deri në 15 punëtor. Të cilët gjatë gjithë ditës në diell janë duke punuar në maksimum, kam respekt për ta. E dini që gjatë festës kur kam punuar, ja kam ujit urën atje, ja kam lag drasat urën aty. Edhe kjo do t'jetë një ndër urat më ikonike të kësaj rrugë këtu. Një shikus pyeti tha po pse kanë bu këtë urë në mes të malit këtu, edhe në qoftë se dikush për juve prapë ka këtë përgjigje është sepse këtu në anën e djathtë i keni 4 gurthyse dhe në anën e majt i keni 4 gurthyse tjera. Këtu në Dolc dhe në Glarev aktualisht është e tëra minier e zhavorit. Nga këtu po furnizohet një pjesë e mirë e Kosovës me material inert për beton, për asfalt. Prandaj qoftë që ndërtoni një shtëpi ose ndërtesë, ka shumë mundësi që 70 deri në 90% e zhavorit i cili hedhet në ndërtesën tuaj, në projektin tuaj, vjen nga kjo zona këto Dolc Glarev.
Këta Majtas, që po shikoni makinit Majtas janë private, është kompania Benita që është ka e hap plac për mi përdor për nevojat të tyre personale. Nuk ka lidhje me infrastrukturën rrugore. Kjo tregon që kur ndërtohet një rrugë, kur bëhet një vepër siç është kjo tani, këtu përveç se hapet qarkullimi, përveç se rritet mundësia e një qarkullimi të sigurt, tu hapet edhe një zonë për investime, dhe ndoshta do ndërtohen restorante, do ndërtohen markete. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme që në, si ti thush, në zhvillimin një vendi varet jashtëzakonisht shumë me zhvillimin e infrastrukturës rrugore. Pa rrugë nuk mund të zhvillohet asgjë. Për shembull, të gjithë ju e dini që përshëndes te kolegun, të gjithë ju e dini që për shembull në përbjeshket e Kosovës, në përgjithësi sidomos në bjeshket e Sharit tani, por edhe në bjeshket e Nemuna, janë kanë ndërtuar në resorte fantastike pushimes, ku janë duke ardhur për pushime edhe njerëz e lidh botërore, por kjo nuk do të kishte qenë e mundur në qoftë se nuk do të shkonte asfalti edhe nëpër male. Për shembull, nëse ju tani shkoni në bjeshket e Unikut, edhe në bjeshket e Deçanit, hala në Deçanit tamam komplet, sidomos pjesët më të larta të maleve të Deçanit që Gjeravica, atje kur shkoj asfalti fiks në vendet që duhet, përveç faktit që do ketë stane, resorte nga më të ndryshme që do ndërtohen, të cilat mund të përdoren për turizëm malor, rritet mundësia që faktikisht të ndërtohen edhe qendra skijimi. Për shembull, ju keni dëgjuar për shumë vite që përmendet qendra e skijimit në malet e Rrugovës Boreja. Ka qenë një projekt edhe gjatë kohës komunizmit, por që gjithmonë ka ngelur në letër. Është shumë interesant për ju që jetoni në Perëndim, sidomos nëse jeni në Austri dhe në Zvicër, e dini që qendrat e skijimit nuk përdoren vetëm gjatë dimrit për të bërë ski, po faktikisht ato përdoren edhe gjatë verës. Sepse shumë persona që përdorin hiking, që shkojnë me shëtit maleve, i përdorin këto resorte edhe gjatë verës për me shku me shëtit, sepse gjatë dimrit e gjithë natyra është e mbuluar me borë, cila përdoret për skim, por gjatë verës pastaj ka një gjelbrim të jashtëzakonshëm, edhe sigurisht që duke pasur gjelbrim të jashtëzakonshëm, ka njerëz që shkojnë, marrin për shembull një villë me qira ose një dhomë me qira në një hotel, rrin 2 javë, 3 javë. Një pjesë ecin, një pjesë përdoren ato farë teleferiket e kështu me radhë. Ja lika pera u shishit bjen edhe këto beton. Kushe janë. Lindi. Ndërkohë familjes, ja kom tregu djathtas, janë ka ndërtojnë, janë ka punojnë këtu për ndërtimin tani të këtyne mbrojtëseve këtu afër urës. Këto janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Jashtëzakonisht të rëndësishme. Prandaj punëtorët këtu janë ka vendosin armaturën, shablonet, e kështu me radhë. Unë du mi ju falenderu sepse me shumë besnikëri pi ndjekni këto video, sidomos se flasin për zgjerimin e rrugës Klin-Kiev. Në shikus kishte komentuar që kjo është një vepër që njemi ka presim me dekada shumë e vërtet. Dhe mendoj që duhet të ishte ndërtuar edhe para disa dekada, por nuk du me hin atë pjesë ku
E rëndësishme është që sot po punohet. Edhe ja po më theksu shumë herë. Që edhe pse Lika kompaniu shka e kryen tani brenda një viti e 3-4 muajve këtë projekt, po t'ja këshin dhonë lejen vitin që shkoj për me bo minimin, do t'a këshin kry diku brenda një viti. Do me thënë, tashme do t'ishte komplet e përfunduar pjesa atyre dhe do t'ishin të përshëndruar tani në pjesën që e kanë marrë Zahas Leshan. 4 kilometër që kanë marrë Zahas Leshan. Edhe këto firma tjera që tani janë në punë sipër për t'i zgjeruar këto pjesët këtu. Edhe ata kanë rreth 21 muaj, parafërsisht 21 muaj, se 20 muaj kohë që t'i përfundojnë. Se afati ligjor është 36 muaj. Ose 3 vite. Urojmë që të gjitha ta kenë kry brenda kësaj periudhe, nga momenti ku fillojnë punimet. Shanë këto 3 segmente, segmenti i Likaj 3, Famisit, edhe nuk e di kush firmë tjetër është atje, jenë disa, është një konsorcium me një 7-8 firma aty që po ndërtojnë pjesën malit, lotin e tretë nëse nuk ka bëj, ose loti i dytë, varet si quhet nga cili drejtim e merr. Nga drejtimi i Dolcit për Prishtinë është loti i tretë, po me sa di zyrtarisht është loti i dytë. Kurse loti i parë atje që është Kiev-Glarev, aty nuk ka si lëvizje, sepse hala është në një kontekst ligjor firmat të cilat kanë konkuru për atë pjesë. Okej, unë këtu nga Dolci Klines, po ju përshëndes. Zajm, falni, gatrova, Zajm, këtu është Zajm. Ju lutem, me falni ju banorët Zajmit, këtu është Zajm, jo Dolci. Dolcin e lam të ura, sa po e kalojmë në ure, Dolci ka marru se ekzistuar. Këtu jemi në Zajm, tani është kjo pjesa. Unë po ju përshëndes, kaloni i bukur. Ciao, ciao.